Është interesant këto thojza të konvertuarit në katolicizëm, nga islami në katolicizëm, ato kur s'kanë qenë musliman, në vend që me folë për na i thënje nga Jezus Krishti, na i thënje nga prifti, këto miren me pejgamberin, i thënë pedofil. Ato fe nuk e kam pësë janë të bindun se krishterizmi o fe e vërtet. Po të mlejfin që kanë të islamit, e transferojnë dhe më dhonë në konvertim në krishterim. Edhe se njohin krishterimin. As nuk din me të regu se çka është besimi krishter, e as me të bind ti se është fe e vërtet ajo. Ajo që thash ti shumë është e vërtet, se ai realisht në momentin që konvertohet, duhet më shëndru më një misionar në krishterim. Po jo, ai vazhdon me të sha ty, me të ofendu ty, po kjo s'është të asmunësh me i bind njerëzit se ti e ki tamam të i sha tjerë. Na muslimanët, për kundazi, kur do më thonë, e pranojmë islamin, fillojmë tjerë me të regu për vlerat e islamit. Nuk merremi me bot kuptimet e tjerëve, merremi me vlerat që ka islami, edhe kështu duhet me vepruna vazhdimisht, edhe normalisht kjo tregon fiaskon e tyre intelektuale dhe akademike, dhe se ky konvertim është për inatit, është nga ignoranca, edhe është për interesat tjera, nuk ka lidhje as me besimin krishter, as me leximin e tyre, as me bindjen parimet që i ka krishterimi.